do të jetë pjesëmarrja finale në përqindje. Në total për të pesta bashkit, përqindja është 18.4. E sikur se thash, presim të konsolidojnë të gjitha të dhënat dhe mandej nga procesi numërimi do të kemi shifrën finale të pjesëmarrjes në këto zgjedhje. Për Bashkinë e Vlorës përqindja është 12.5%, për Bashkinë e Beratit 19.8%, për Bashkinë e Cerrikut 24.8%, për Bashkinë e Matit 39.2% dhe për Bashkinë e Tepelenës 34.6%. Ndërkohë, për sa i përket pjesëmarrjes, mund të jetë kjo një dhënë me interes, edhe për momentin, sipas grup moshave, për qarkun e Vlorës, grup mosha 18-24 vjeç ka pjesëmarrjen më të ulët, 7.9%, dhe grup mosha me pjesëmarrjen më të lartë në përqindje i përket votuesve mbi 65 vjeç, 18.63%. Për Beratin është e njëjta panoramë, pjesëmarrja më e ulët për grup moshën 18-24 vjeç është 11.8% dhe mbi 65 vjeç 29.2%, për Cerrikun 16.4%, në fakt pjesëmarrja më e ulët për Bashkinë e Cerrikut i përket grup moshës 25 dhe 34 vjeç. Ata të grup moshës 18-24 vjeç, ku përfshin të votuesit për herë të parë, përbëjnë 16.46%, një shifër relativisht e lartë, dhe përsëri grup mosha me pjesëmarrje më të madhe në votime i përket atyre mbi 65 vjeç. Dhe për Cerrikun, për Bashkinë Mat, grup mosha me pjesëmarrjen më të ulët i përket 25 dhe 34 vjeç dhe pjesëmarrjen më të lartë e ka grup mosha mbi 65 vjeç. Për Tepelenën, grup mosha me pjesëmarrje më të ulët është ajo e 25-34 vjeç, pra edhe këtu në rastin e Tepelenës, sikurse në Mat dhe në Cerrik, grup mosha 18-24 vjeç nuk është në grupin e atyre që përfaqësojnë përqindjen më të ulët dhe përqindjen më të lartë kanë përsëritur në mosha 65 vjeç e lartë. Për sa i përket ecurisë së procesit të votimit, nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh nga çfarë raportuam në komunikimet e mëparshme. Nuk kemi evidentuar problematika të cilat kanë cënuar standardin e procesit të votimit me ndonjë përjashtim, por ato i kemi adresuar, kemi komunikuar me komisionet zonare të administrimit zgjedhor dhe me komisionet e qendrave të votimit dhe nuk kemi patur probleme. Procesi i identifikimit është kryer 100% në 100% të qendrave të votimit nëpërmjet pajisjes elektronike të identifikimit. Ka filluar procesi i dorëzimit të përgatitjes për të dorëzuar të bazës materiale në qendrat e votimit dhe disa janë në proces të transportit të kutive të votimit drejt vendeve të numërimit dhe besoj shumë shpejt do të fillojë procesi i numërimit, i cili do të transmetohet, do të pasqyrohet të dhënat mbi procesin e numërimit, do të transmetohen në kohë reale në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pamjet filmike të qendrave të numërimit do të transmetohen direkt në kanalin YouTube të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mund të ndiqen nga kushdo që ka interesin për ndjekur pamje nga vendi i numërimit. Për Bashkinë e Tepelenës, krahas procesit të numërimit manual
prej antarëve të grupit të numërimit, do të bëhet vlerësimi i fletëve votimit edhe nëpërmjet inteligjencës artificiale. Dhe të dhënat e numërimit, duke përdorur inteligjencën artificiale, do të jenë dhe këto live, direkt pasqyrore në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po, pyetje. Komisioner, tashmë që procesi i numërimit ka përfunduar, e rëndësishme është të dihet se kur fillon numërimi i votave. Besoj që rreth orës 22 do të fillojë procesi i numërimit dhe shpresojmë që para mesditës së hënës, së nesërme, të përfundojë procesi i numërimit për të 5 bashkim. Zoti Cili. Nëse mund, zoti komisioner, një pyetje për Lorën, po pse edhe për gjitha bashkitë. Çfarë legitimiteti mund të ketë një kryetar bashkie me 12.54% pjesëmarrje në një proces zgjedhor? Se jo dhe për tjera që në rast më të mirë nuk i kalon 40% dëshmat. E kemi bërë këtë diskutim edhe sot këtu, pak më përpara, dhe është një çështje që diskutohet vazhdimisht ndërmjet atyre që merren me zgjedhjet apo me procese politike, nëse do duhet të kemi një kufi të pjesëmarrjes për të konsideruar zgjedhjet të vlefshme. Ka vende që e kanë këtë kufi, ka vende që nuk e kanë. Nëse 12% e qytetarëve të Vlorës kanë dashur të marrin pjesë në votime, do të thotë që ai është vullneti i tyre dhe pjesa tjetër për arsye që ata e dinë, nuk ka dashur të marrë pjesë në votime, por kjo nuk i bën zgjedhjet ilegjitime në mënyrë absolute. Zoti Celibashi, pavarësisht se gazetarët dhe operatorët nuk ndalohen që të jenë pjesë e qendrave të votimit për të kryer detyrën e tyre atë të raportimit, pas ditën e sotme, grupi Eurojust Albania në Berat, kolegët Ardit Hoxha dhe Kudret Klaku, janë përballur me komisionerët të cilët i kanë ndaluar që të kryejnë detyrën e tyre. A keni ju një qëndrim për këtë incident? Faleminderit. Po, jemi vënë në dieni në lidhje me këtë situatë, kemi komunikuar menjëherë me Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor. Nuk ka qenë nevojshme të fakt ta bëni sepse do duhet ta dinin që antarët e atij komisioni që nuk ka asnjë kufizim për përfaqësuesit e medias për të qenë të gjitha ambientet që lidhen me procesin zgjedhor. Qendër votimi apo Komision Zonal të Administrimit Zgjedhor. Më vjen keq për atë situatën që ndodhur. Ne si institucion do të kemi mesazhin që media është një instrument i cili do duhet, një institucion komunitativ i cili do duhet të gëzojë të gjithë aksesin për proceset të cilat administrohen nga institucionet publike. Zoti Celibashi, mund ta quani të suksesshëm procesin gjatë ditës së sotme me Komisionin Qendror i Zgjedhjeve, duke u nisur dhe nga fakti i pjesëmarrjes së ulët? Se në prema farë për shkak të kampanës vazhdimin e përgjigjes, kështu që ne do ta riversojmë përsëri atë situatë dhe nëse do duhet për të marrë masa të karakterit administrativ, nuk do të hezitojmë t'i marrim për të dhënë shembull që media duhet të gëzojë gjithë lirinë për të raportuar për çfarë është në interes të publikut. Po, lidhur me pyetjen nëse ky proces konsiderohet i suksesshëm, ne kemi përgjegjësinë, domthonë suksesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve matet me sa në mënyrë profesionale i organizon dhe i përgatit zgjedhjen. Pasi çështja e pjesëmarrjes është ajo lidhur me çfarë bën PQZ-ja, por jo dhe aq shumë. Mendoj që zgjedhjet ashtu sikurse të zgjedhjet e 11 maj 2025 u përgatitën shumë mirë nga ana e PQZ-s, nga pikpamja teknike, logjistike, dhe profesionalisht janë organizuar
shumë mirë, të krahasueshme me standardet më të mira ndërkombëtare. Duke vijuar edhe argumentin tuaj, gjatë ditës së sotme përgjithsisht kemi raportuar mbi pjesëmarrjen pas problematikat kanë qenë të vogla dhe të zgjidhshme menjëherë. Në opinionin tuaj, cilat ka qenë shkaqet të cilët e kanë çuar qytetarët të Vlorës, por edhe qytetet e tjera që të marrin pjesë më pak krahasuar me zgjedhjet e 2023? Vërtet nuk di ta them, po edhe nuk jam në pozitën për ta komentuar. Do të thonë, ju mund ta komentoni shumë mirë, opinionistë ndryshëm, sociologë, janë politikan, mund ta komentojnë shifrën e pjesëmarrjes. Kam i vështrime të ndryshme dhe gjithë se cilë është ndërimi e vetë për zgjidhje i vështrime e vetë lidhe me pjesëmarrjen në votime. E rëndësishme për ne thash në pikpamje institucionale ngjelet se si janë përgatitur dhe se si janë administruar këto zgjedhje. Pyetje të tjera nuk kemi. Mirë, faleminderit. Do të jemi këtu pasaj për procesin e numërimit e nxjerrjes së rezultateve. Faleminderit.